Dhe kjo është mami dos. Dhe ky është babi der. Terkucja Pepa. Ditëlindja e babi der. Sot është ditëlindja e babi der. Babi der duhet të shkojë në punë. Babi, sa të doja që mos të kishe punë për ditëlindje. Edhe unë do doja, por do të kthehem sa më shpejt të mundem. Miropafshim. Miropafshim. Ndërsa babi der është në punë, ne mund të bëjmë gati të gjitha surprizat për ditëlindjen e tij. Në fillim duhet të përgatisim tortën e ditëlindjes. I hedhim gjalp, sheqer, miell. Më pas i shtojmë një vezë. Dhe më e rëndësishme nga të gjitha, copat e çokoladës. Mami dos po përgatit një tortë me çokoladë. Tani e përzjejmë pak. Mami, a mund ta përzjej unë? Po, Pepa. Pepës i pëlqen të përzjej. Edhe Georgi dëshiron të përzjej. Mirë, George, mjaft e përzjeve ashtu. Ja dhe torta e ditëlindjes së babit der. Bukur! Tani le ta marrim dhe ta pjekim në furrë. Mami, a mund ta lëpi lugën? Po, ti mund ta lëpish lugën, ndërsa Georgi le të lëpi tasin. Pepa dhe Georgi e pëlqejnë shumë tortën me çokoladë. E Gjori babi der e humbi gjithë argëtimin. Mami, a mund ta marr babin në telefon ta uroj? Kjo është ide shumë e mirë, Pepa. Kjo është zyra ku punon babi. Urdhëroni? Ju flet zoti Lepur. A mund të flas me zoti babi der të lutem? Është një thirrje për ty, babi der, më duket e rëndësishme. Alo, ju po flisni me babain der. Gëzuar ditëlindje, babi! Gëzuar ditëlindje! Faleminderit, Pepa. Mos u vëno, babi. Miropafshim. Miropafshim. U bësh 100 vjeç, babi der. Ju faleminderit. Kam mbetur edhe një gjë tjetër për të bërë para se të kthehet babi në shtëpi. Po, le të t'i bëjmë një surprizë. George, po staro, ky është një sekret. Pepa dhe Georgi kanë kova me ujë. Mami dos ka tullumbac. Kush e di se çfarë mund të jetë surpriza e ditëlindjes së babit. Babi u kthye. Shpejt, le të futemi në shtëpi. Babi der u kthye në shtëpi nga puna. Gëzuar ditëlindje, babi der. Faleminderit të gjithëve nga zemra. Sa shumë qerim pas keni vënë këtu. Jo, është sepse ti je shumë i vjetër, babi. Tani u t'i frysh të gjithë qerimve. Do bëj më të mirën. Ura! Aha! Urdhëro dhuratën tënde për ditëlindje. Të falenderoj. Çizme të reja, shkëlqyeshëm. I provojmë për jashtë mirë. Pepa, Georgi dhe mami dos kanë veshur çizmet. Babi der ka veshur çizmet e ditëlindjes. Babi der gjeti një pellg të vogël balte. Tani do të provojmë çizmet e mia të reja. Pellgu është disi i vogël për babin der. Por mua më duhet një pellg i madh apo jo? Përse nuk i provon këtu, babi der? Po kjo çfarë është? Kjo është një surprizë për ditëlindje. Çfarë po bëjnë? Dhe ja ku e ke pellgun e madh me baj. Shkëlqyeshëm fare. Çizmet e mia të ditëlindjes që kanë shumë të mira. A dëshironi të vini dhe ju në pellgun tim të ditëlindjes të festojmë bashkë? Babi der i pëlqen të kërcejë në pellgje me baj. Të gjithëve u pëlqen të kërcejnë në pellgjet me baj. Kjo është ditëlindja ime më e bukur.